Greqia në grevë të përgjithshme kundër orëve shtesë të punës. Në Greqi është në fuqi nga viti 2024 java me 6 ditë pune, tani pritet të pasojë edhe rregulloria për ditën me 13 orë punë. Sindikatat refuzojnë projekt ligjin. Të mërkurën është shpallur kështu një grevë e përgjithshme. Sindikatat e Greqisë refuzojnë planin e ministrisë dhe përpiqen ta arrezojnë projekt ligjin për fleksibilizimin e kohës së punës që së shpejti pritet të kalojë në parlament. Sindikatat kanë bërë kështu një thirrje për grevë të përgjithshme, ato duan ta paralizojnë Greqinë për disa ditë. Anije do të qëndrojnë të ankoruara në porte, avionet të parkuara në aeroporte dhe ato pak trena që ka do të mbeten nëpër stacione. Që përpara këtij projekt ligji, qeveria konservatore e kryeministrit Mitsotakis e bëri tregun e punës në Greqi një ndër më fleksibilit në Europë. Nga koriku 2024 të punësuarit në industri, në tregtim me pakisë, në bujqësi dhe në disa sektorë të shërbimeve publike duhet të punojnë 6 ditë në javë, nëse këtë vendos kështu si për marsi. Për ditën e 6 shtesë paguhet një suplement me 40% të pagës ditore. Në përgjithësi në Greqi gjithmonë ka qenë në fuqi java me 40 orë punë, por sipërmarrësit lejohet të kërkojnë vetëm për një kohë të kufizuar deri në 2 orë shtesë pa pagesë në ditë dhe në kompensim u japin pushim punonjësve të tyre, duke u ofruar kësaj më shumë kohë të lirë. Teorikisht kjo bëhet vullnetarisht, por në sipërmarrje punonjësit detyrohen të punojnë më gjatë dhe kjo pas një kompensim. E megjithatë, ky projekt ligj ka ngjallur mjaft reagime, ndërsa rregulloria e re nuk do të ndikojë pozitivisht ndaj tregut të punës. Zgjatja e orëve të punës në disa ditë mund të shkaktojë pakënaqësinë të punësuarve dhe në uljen e produktivitetit. Zgjatja e orarit të punës mund të prishë ekuilibrin në raportin punë dhe familje, duke u akufizuar hapësirën kohore të punësuarve për familjen si dhe për ndjekur kurse të kualifikimit profesional.